Thoshe Xhevi. Po. Në një procedurë të nderimi klasike, letrat e vështira për të plotësuar, pra ato mbi cilat bëhet gara janë kriteret financiar, konkretisht xhiro apo jo xhiro totale e biznesit, se asaj nuk e çai bën se del nga Albania dhe dokument le të themi 100% i pandyshueshëm pavatësikueshëm, nuk besoj të ketë pas në një rast tek këtu që ndonjë u çmend dhe tenton ta ndryshoj, sepse vjen nga Albania prej 4 vitesh paga shumë si praktik. Përpara merrej te një zyrë të 21-shin Tiranë, te detoria tatimore, një portel shërbimi, po tani është komplet e digitalizuar. Është xhiroja për shërbimet e ngjashme. Dhe shërbimet e ngjashme hapësirë për interpretim. Në botën, në lëmin e sistemeve kompjuterik, mund të quhen gjitha të ngjashme, mund të quhen të ndryshme sa të duash, duke u marrë me terma. Ne për shembull si shoqëri si MCN kemi përfunduar disa herë në gjykata për të debatuar mbi ngjashmërinë. Sepse nuk është e kollajt dhe kemi marrë ekspert, kemi humbur, kemi fituar në varësi të rastit, çfarë që të ngjashme dhe çfarë jo. Në themeli bie të shkosh te kodi, pra si thua një vil me dru, një vil me qerpizh, një vil me beton, që të ngjashme si zë ndërtimi për të bërë krahasimin. Teknologjia e ustallarëve, goditja me dorë, ta bëjmë shumë vizuale, ndryshon nga material. Okej, gozhdat janë të njëjtat, koka gozhdës që të ngjashme apo e ndryshme nëse nuk është mbullakat shkatërore, ku diun se çfarë. Kjo ka shumë debat. Ky është një lloj kriteri mbi cilin shpesh është debatuar dhe shpesh janë bërë manovrat e paracaktimit qoftë përpara, qoftë skualifikimit pas. Kur ky kriteri s'mjafton, se procesi ngec, palët që kanë bërë planin për të kontrolluar procesin pra tenderin, pra këta që quajmë njerëzit nga pas, the master of puppets, ata që observojnë gjën, shkojnë dhe vënë kritere tjera. Dhe ndër vite kriteret janë vështirësuar, vinë qytetarët e stafit, vjen numri stafit, ti ke një punë që e bëjnë 2 veta, i thotë duhen 20 inxhinier. Zakonisht tenderat e One Albanias, kompania hungareze, me zyrën në Shqipëri, janë të tillë. Gjithmonë kur është bërë puna për ata, duhen 35 inxhinier, 47 inxhinier, duhen shumë inxhinier. A thuj se fibrat optike në përpuseta do i shtrojnë inxhinierët. Dakor? Kompani ndryshme ankimojnë e humbin, sepse autoriteti thotë na duhen shumë inxhinier për të garantuar një shërbim të paparë. Që të garantohet shërbimi i paparë në të ardhmen, fryhet në fillim. Po. Se ne do bëjmë çik humor tani, kupton se 1 orë gjysmë nuk shtyhet sot. Po prit. Prit. Dhe tu vim te ai CSP, CSI, që janë kriteret më të veçantë në këtë rast edhe diçka. Përveç se inxhinierëve, se edhe inxhinieri kërkohet me kualifikimin e shkollës së lartë, dhe ajo vështirë falsifikohet, duhet të shmend sa ajo është letra. Vim te certifikimet e kurseve. Dakor? Certifikimet e kurseve që në princip kur kanë nisur janë referuar kompanive të mëdha. Pra ti quhesh inxhinier IT me specializim në networking dhe bon sensi thotë që ti do të kesh sa letra nga një kompani e huaj, deri ku e njohur në treg, e cila thotë që ky zotëria ka bërë një kurs në filan datë dhe kjo certifikimi i kompetencave aftësive ka një skadencë 3 vjet, 2 vjet, marrësi të rastit, kur vlen. Dhe deri këtu, okej, është një praktik paka shumë kudo në botë. Po të futesh në LinkedIn-in të faqeve të profileve ndryshme të IT-ve, ata kanë qef gjithmonë të mburen për çfarë kanë arritur tillë. Zakonisht kompanitë që i lëshojnë janë Microsofti edhe kompanitë të tilla të ngjashme. Që le të themi vlejnë, dakor? Ktu fillojnë përsëri lojrat. Për shembull, Oracle jep një zyrë në Tiranë. Është një tek person që ai ka vulën e ka kështu si të paketuar. Larry Ellison është ai pronari i Oracle-it, ku diun sa ka 300-400 miliardë dollar pasuri, ka gjetë njërin në Tiranë, i bati vulën, ai bret me vulën në xhep dhe lëshon certifikata në emër të Oracle-it. Okej, lëshon partnershipe, që i quhen MFA, lëshon dhe kurse. Si ka qef ai zotëria? Kudo që hyj Oracle është ai tipi. Të e din gjithë IT-t e Tiranës. Nuk flasin, bëjnë sikur se kuptojnë se secili shpreson që kur të më duhet këngec, ja marr dhe unë. Do kemi kohë me jemi dhe atë, meqenëse jemi të fazën tani të full disclosure që po quajmë të transparencës. Marrova. Dhe pastaj hyn kurset shqiptare. Pra ti e nisë me Microsoftin, gjithmonë ai certifikimi kërkon ligji tjetër thot ose ekuivalente, dhe tu hyj përsëri faza ankimimit, hyj KPP-ja famshme. Çfarë quhet ekuivalente? Një kurs i bërë në Laprak ose të Xhamliku është ekuivalent me Microsoftin si specifikim si trajnim? Ndajnë ata. Dhe ta bësh në Laprak apo të Xhamliku, kriteri është një tip aplikimi pranë Ministrisë të Arsimit, që e bën dhe në QBZ direkt, në QKB, e bën aty, regjistrohesh, janë disa kompani shumë interesante, njëra për tyre është e veçantë. Ka bërë shumë kurse, i ka dhe faqja saj, ka certifikuar dhe ka trajnuar një pjesë mirë të stafeve aktual që janë qarkullim në këto kompanitë shqiptare,
ka një titullar shumë interesant dhe ajo, do kthehemi më vonë, dhe gjithë bën një aplikim pranë QKB-s me një licencë dhe ti ke tagrin. Tani kthehesh përsëri te KPP-ja nëse ajo ta njeh ty drejtën për të bërë të kurset. Se nuk është se KPP-ja vjen te zyrtat tua dhe sheh ambientin tënd, sheh procesin e mësimdhënies dhe të trajnimit pastaj. Trajnimi është online apo është me mësues përballë, është i vërtet apo është fiktiv, të nuk e sheh askush. Sheh letrën, dhe atë letrën në dorë thotë kjo më pëlqen, kjo s'pëlqen, kjo më pëlqen, kjo s'pëlqen, ky është kunati, ky është baxhanaku, ky është dashnori dhe i heqin, e filtrojnë. Për të më ka thënë e malit, të s'ka thënë e malit, të të më ka të peshkut, të ku diun se ku hajnë drekën dhe tak pastrohen letrat. Edhe hidhen të letrat poshtë. Pasi dhe kjo nuk mjafton, se del një sigarondi dhe ju aloz lojën deri në fund duke i bërë gjitha letrat. Po, se ka. Okej. Atëherë vim në tjera procedura, siç është kjo CSI CSP-ja, këtë jep shteti. Të nuk jep më privati. Deri tu ishim në kuadër të letrave që lëshojnë privat. Këtë i lëshon një zotëri quhet Altin Jani, ka rreth një vit e diçka që ai lëshon dhe ai i heq dhe i ve si do ai. Nëse ti do hysh në një garë ku nuk të kanë dhënë okejin të futesh, ai ta heq tyja kur ti e kishe. Dhe ta heq pak ditë para garës. Dhe gjen një arsye ai ligjore, cila ankimimi i cilës do shumë ditë. Dhe ky është elementi që ka kapur pak te dosja vetë. Pra heqjen e një tagri që të kanë dhënë më parë për të thyer gjunjt para garës. Derisa ishin letra private, gara ishte deri diku në treg, e dhirë sa s'ka si garë, po deri diku në treg. Atë moment hyj shteti. Dhe nëse dhe Altiniane nuk del, vjen KPP-ja famshme, zoti Ferenc Gurë, po nuk është tema sotme.